takoj. Megjithatë ka një moment në cilin kam përshtypjen që nxitoi, sepse kishte një kohë të favorshme përpara, për shkak të faktit se ai nuk kandidonte dot 2029-ën, të identifikojë në këto 4 vite si opozitar, do me thënë të rimerte aksionin opozitar brenda partisë. Në fazë këtë leadership që të humbte përsëris, ka problem, po nuk po i leadership, po i them jo, se të ndërpreva të them, e ka tek, do me thënë, mund të kishte, do me thënë, arritur një rezultat ndryshe me një qasje më makiaveliste, por ndërkohë, sepse në qoftë se është garë brenda partisë, duhet që shkundja që të prodhonte ishte një shkundje që duhet kishte bërë me vete në një antar të grupit parlamentar, në një antar të kryesisë, gjë që nuk ndodhi. Avokati do thotë që ata janë pragmatistë, kanë interesat e tyre, kanë frikë. Por me sa shohun nga jashtë, ka një konsensus politik brenda atij grupi që të vazhdojë zoti Berisha. Zoti Saliani ka të drejtën e vet ndjek të rrugtim, por unë besoj që duke pasur parasysh aftësinë e Berishës për të kontrolluar atë parti dhe faktin që ata njerëz që i besojnë atij e identifikojnë si një figurë patriarkale, si opozitarin më të madh, pavarësisht se çfarë mund të themi ne. Këto janë dinamikat e njohura në politikë, sepse ata kur e shohin të sulmuar Berishën nga njëri i tyre, ata e demonizojnë me njëra ato. Nëse Saliani në qoftë se ti nuk je i vetëdijshëm në betejën në cilën futesh, ti rrezikon ti alienosh ata. Pra ata që ti kërkon të bosh rreth vetes. A mund të se është rëndësishme një moment këtu. Kjo është vërtet, është qasë interesante, edhe unë jam dakord. Pra strategjia për të thënë që fajin e Kasaliu e tjera dhe për të bërë për vetë demokratët, për mua nuk funksionon. Ja kam thënë dhe personalisht. Edhe unë ja kam thënë. Por ama ka një gjë tjetër. Në këtë moment ndoshta shtira parë në këto 36 vjet, nuk funksionon as pjesa tjetër që kushdo që i del përballë Sali Berishës është kriminal, për ta bërë pis domosdoshmërisht, madje po ju them që nuk funksionon më në bazë dhe në, po themi, tek antarët e thjeshtë. Edhe po më besoni, edhe në takimet që janë, një gjë e tillë është ngritur, sepse deri tani zoti Berisha ja ka arritur që kushdo që ka kërkuar ta sfidojë, kushdo që ka dalë kundër tij, po të marrë qysh nga fillimet me zotin Pashko, Aleancan, madje Tregtan Shehu që sot është më i flakti e tjera, Polo, meni këtë doni, realisht ja ka arritur në këtë lloj mënyre. Por madje kemi ecur goxha shumë, kemi evoluar, e dini pse. Më thoni një takim i zotit Saliani që është prishur. Mbajeni mend atë fjalimin që ka bërë në sallë zoti Pashko që nuk u lejua as të flas. Jemi dhe shoqëri tjetër tani se do të flasim për dekada më pas. Kemi një evolim gjithsesi, duam apo s'duam. Por ama që të dalim me këto shpikje që nëse je kundër, nëse kërkon të kandidosh, fillimisht të bën hero, dhe më pas thua që je kriminal, se kriminal, derisa thua që ti bashkëpunon me Suel Çelë, me Gysa Gasën e tjera, normalisht de facto i ke thënë që je kriminal. Kur në fakt, deri dje ishte, po themi, personi i cili kishte bërë burg politik e tjera. Kjo unë besoj që pavarësisht madje do ketë indicie edhe në këtë proces. Zoti Berisha e ka ditur shumë mirë, prandaj ka funksionuar që mos ketë askënd. E pra, se këtu ndahet opinioni, Gendi tha nuk ka forcë demokratës. Do kishte, ja po ta thonë, do kishte. Nëse është kështu, nëse është kështu, Gendi nëse është kështu, dhe zoti Berisha si shteti kontrollon partinë, pse nuk e lë për hir të demokracisë së brendshme ta fusin garë, ta fusin garë. Do ishte pa diskutueshme. Ja, vetëm një sekond. Kam reflektuar mbi këtë, sepse mendoj që zoti Berisha në atë lloj ide që ai ka të gjithë rrëfimit që i ka bërë rikthimit të tij, ai ka parë veten të sulmuar nga Shtetet e Bashkuara, të hetuar nga drejtësia, dhe në këto 4 vite ai ka qenë sipas tij, ai thot vetes, i thot edhe demokratë, u thot Gjo, ne kemi qenë sulmuar, ne kemi qenë në ndryshim. Jemi viktimë 1-2. Në zgjedhjet e 2025-s, sot ai ne nuk shkuam dot të bashkuar ose si parti funksionale sepse kemi qenë në një sulm. Tani thot që ne u rikthyem, tani nuk mund t'i lejojmë vetes që njerëz që vinë
sipas tij të frymzuar nga mazhoranca, duke ju referuar zotit Saliani, të krijojnë rrëmuj brenda radhëve të tyre dhe nuk do t'i japi legjitimitet, sepse ka një keqkuptim shumë të madh që fatkeqësisht, nëse shumë njerëz aty nuk ndriçohen nga dielli i zotit Berisha, ata nuk ekzistojnë më. Zoti Saliani është pak më ndryshe nga pjesa tjetër, unë e njoh sepse është një politikan i gjallë, është ambicioz. Por zoti Berisha nuk do t'ja jap të rezatim, sepse po ta fus në garë me veten, e legjitimon edhe zoti Saliani 10%, 15%, nuk e mban dot. Zoti Saliani në këtë moment për shembull, teksa zoti Berisha po kërkon që të bëjë një marrëveshje me opozitën, e shet veten si antagonist të zotit Berisha dhe ka këtë sherin e brendshëm që pasqyron në media dhe amplifikohet. Dhe i prish narrativën. Imagjinoni sikur zotit Saliani t'jepe mundësia të merrte pjesë në garë edhe të kishte një X% dhe atë përqindje ta përdorte në mënyrë konstante për t'i krijuar divergjenca në komunikim, në antagonizëm. Ose në supremacin që ka sot mbi partinë. Dhe këtë ai ka dash ta shmang. E kuptova. Avokat, krijon pak kënaqësi kjo garë në Partinë Demokratike me vetëm zotin Berisha? Tani, ajo që do të ndodhë është që do jetë një farë, pra në kuptim. Për te kësaj, çfarë prodhon për subjektin politik, për ndjekësit? Absolutisht, unë besoj që, shiko, Berisha ka dhe një problem tjetër, madje nuk ka ndodhur kurrë, që është pjekur dhe një mendim, po themi intelektual, qoftë edhe pavarësisht të sulmit që po i bëhet medjeve tjera, po të shikoni kohët e fundit, që po të se gjithë e kritikojnë në kuptim të reafirmimit apo të rikonfirmimit. Pra duket që e shikojnë si diçka një hap mbrapa për Partinë Demokratike. Pra, po ta shikoni, janë të gjithë intelektuale, të gjithë gazetarët, pra pothuajse nuk ka rëndësi se çfarë krahapi, po themi nuk Po ju e dini mirë që në garën e brendshme këto kanë editoriale. Si? Në garën e brendshme këto s'ka rëndësi, apo jo? Jo, patjetër. Ai ka përfunduar si garë. Pra, po kjo është keq kuptimi, sepse nëse je jashtë asaj partie, ka përfunduar më kjo. Nëse je jashtë asaj partie, patjetër. Dhe ti vendosesh pastaj në pozitat e një sfidanti jashtë PD-s, atëherë ka mbaruar filmi. Duam apo s'duam, ajo parti. Vetëm ja shpresësh pastaj që zoti Saliani të riafrohet që edhe mund të ndodhë. Ajo parti në thelb tashmë është e projektuar absolutisht rreth zotit Berisha, kështu siç është. Ne nuk duhet të ngatrojmë që nëse do ecim vetëm thjesht me këtë pjesën e siguatshme, pra të personave që i shkojnë brapa zotit Berisha, të cilët janë legjitim në ato çfarë ato mendojnë dhe gjykojnë në mënyrë absolute. E shikojnë shpëtimin të jashtëzakonshëm, po themi, të partisë ose ardhin pushtet vetëm me zotin Berisha. Ka shumë nga këta, pafundësisht, po themi brenda Partisë Demokratike. Problemi nuk është këtu, problemi është që ne kemi pasur deri dje, po themi zotin Basha, në vitin 2021, dhe duam apo s'duam, u morën 622.000 vota, ato janë vota demokratësh, nuk janë zotit Basha. Nuk duhet ta ngatrojmë. Madje u pan sinjale, indice që realisht edhe mund të thyet, po themi, kjo qeveri në vitin 2021. Vëshoj diçka te kjo. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani kemi ardhur në një moment që pavarësisht nga kjo kemi rënje prej 220.000 votash. Dgjoj, kjo është pasojë e shkalafitjes së brendshme që prodhoi jo rikthimi i zotit Berisha në vetvete, por pengimi i rotacionin 2021, sepse kur je përballë një partie shtet, edhe çfarë ndodh pastaj, se mekanizmat e brendshëm fillojnë nuk funksionojnë më, prishen karriera, sepse ishte projektuar një pjesë e shoqërisë drejt ndryshimit. Edhe kur ky ndryshim nuk ndodhi, kriza u postua brenda opozitës në mënyrë permanente. Pastaj erdhën ngratë kështu me radhë dhe kjo ka prodhuar një demotivim shumë të madh dhe ne po përvijojmë këtë lloj krize, por në thelb problemi qëndron te zgjedhjet, se mos ta harrojmë këtë. Te zgjedhjet që u penguan edhe pengohen vazhdimisht ai person që ka ardhur në pushtet në 2013 dhe vazhdon ta mbajë me grusht të ekur dhe çdo raport na tregon që këtu nuk ka zgjedhje. Dhe ky është një adresim që është më i rëndësishëm se debatet e brendshme politike. Avokat, e njeh mirë këtë pjesë, edhe unë jam i sigurt për këtë.